Nëse po e shikon këtë video, ka shumë mundësi që brenda teje ekziston një zë i heshtur që thërret për ndihmë. Një pjesë jote e di që mund të bësh më shumë, mund të jesh më shumë, por diçka të mban pas. Dhe kjo diçka quhet përtatësi. Jo se ti je i paaftë, jo se nuk di të punosh, por sepse ke lejuar që mendimet e tua të ndërtojnë një kafaz rreth teje. Dhe sa më gjatë të rish aty, aq më i ngushtë bëhet ai kafaz. Ky tekst është një thirrje për zgjim. Jo një thirrje e butë, por një thirrje e fortë që nuk të lejon të rish më i shtrirë në komoditetin e dështimit të heshtur. E vërteta e hedhur. Ti je ai që zgjedh të jesh, le të fillojmë me të vërtetën. Nuk je viktime e rrethanave. Nuk je rob i fatit. Je thjesht një njeri që ka bërë disa zgjedhje të këqija dhe që vazhdon të bëjë zgjedhjen më të keqe nga të gjitha, të mos veprojë. Përtatësia nuk është mungesë energjie, është mungesë vullneti. Dhe vullneti është si një muskul, nëse nuk e përdor, dobësohet. Çdo ditë që kalon pa bërë asgjë për ëndrrën tënde është një ditë që i adhuron përtatësisë. Ajo ushqehet me orët që ti harxhon kot, me ëndrat që i lë në sirtar, me justifikimet që përsërit. Shkaku i vërtet nuk është përtatësia, por frika. Shumë njerëz e justifikojnë veten duke thënë, jam përtatës. Por në të vërtetë, ata nuk janë përtatës, janë të frikësuar. Frika nga dështimi, frika nga suksesi, frika nga gjykimi. Dhe përtatësia është maska që vesh frika. Sepse nëse nuk vepron, nuk mund të dështosh, apo jo. Nuk mund të dëmtohesh, nuk mund të qeshin me ty, por po të them këtë. Në përpjekjen për të shmangur dështimin, ti je duke dështuar çdo ditë. Dështimi më i madh nuk është ai që ndodh pasi ke provuar, por ai që ndodh kur nuk ke provuar fare. Zgjohu, koha nuk është mike, koha nuk është e pafundme. As për mua, as për ty. Çdo ditë që ti e kalon duke bërë asgjë, është një ditë më pak për të realizuar ëndrat e tua. Dhe sa më shumë e shtym për nesër, aq më shumë po e vret veten tënde të nesërme. Njerëzit thonë, kur të kem më shumë kohë, kur të ndjehem gati, kur të vijë momenti i duhur. Por lajmi i keq është, nuk do vijë kurrë momenti i duhur. Momenti i duhur është tani, edhe pse të frikson, edhe pse nuk ndihesh gati, edhe pse është e vështirë. Jeta është lufte, dëhre ti je luftëtar. Nëse je duke lexuar këtë, do të thotë që nuk je dorëzuar akoma. Brenda teje ekziston ende një luftëtar. Një version yt që do më shumë, që ëndërron më shumë, që kërkon më shumë. Ky version i yti është duke ulëritur, por ti e ke heshtur me ekranin e telefonit, me gjumin e tepërt, me bisedat boshe. Lufto. Jo me të tjerët, por me veten tënde. Lufto me zërin që të thotë, nuk ja vlen, je shumë vonë, nuk je aq i mirë. Sepse çdo fitore e madhe në jetë nis me një betejë të vogël të fituar kundër përtatësisë. Nuk ka rrugë të lehtë, të gjithë duan të kenë sukses, por pak janë të gatshëm të paguajnë çmimin. Çmimi është i njëjtë për të gjithë, sakrificë, përpjekje, disiplinë, përsëritje, vetmi dhe shpeshherë dështim, por nëse e pranon këtë rrugë, do kuptosh se nuk ka asgjë më të bukur se sa të zgjohesh dhe të dish që je duke ndërtuar jetën tënde. Jo duke ja dorëzuar asaj përtatësisë dhe kotësisë. Çdo sekond është një zgjedhje. Kur ngrihesh në mëngjes dhe zgjedh të shikosh telefonin për 30 minuta, ke bërë një zgjedhje. Kur vendos të mos bësh ushtrime, ke bërë një zgjedhje. Kur nuk lexon, nuk shkruan, nuk punon, nuk kërkon, ti je ai që zgjedh. Mos thuaj më, s'kam kohë. Thuaj të vërtetën, nuk po e zgjedh. Të pranosh përgjegjësinë është hapi i parë drejt ndryshimit. Kur ta kuptosh se askush nuk të detyron të jesh përtatës, por ti vetë, atëherë ke marrë çelësin që hap derën e transformimit. Përtatësia të vjedh të ardhmen, njerëzit harrojnë një të vërtetë të frikshme. Përtatësia nuk të ndëshkon sot, por nesër. Jo tani, por pas muajsh, vitesh, kur të kuptosh që të tjerët kanë ndërtuar, kanë arritur, kanë jetuar, ndërsa ti ke pritur. Imagjino të jesh 10 vjet më vonë dhe të shikosh veten në pasqyrë me lot në sy. Sepse nuk bëre asgjë me jetën tënde. Sepse frika, rehatia dhe përtatësia të rrëmbyen më të mirën që kishe për t'i dhënë botës. Mos e lejo të ndodhë. Ngadalë, por po ndaluar, nuk po të them të ndryshosh gjithçka sot.
por nis me diçka. Me një orar më të mirë. Me një ditë pa telefon në mëngjes. Me 15 minuta stërvitje. Me një libër. Me një listë që e përmbush. Dhe pastaj përsërite. Çdo ditë. Pa ndalim, ndryshimi nuk është shpërthim i madh. Është një fije që tërhiqet për ditë. Dhe me kohën, ajo bëhet litar. Litar që të tërheq nga balta ku ndodhesh sot drejt lartësisë që e meriton. Nuk je vetëm, edhe njerëzit më të suksesshëm kanë qenë aty ku jeti janë zgjuar pa motivim. Janë ndjerë të pavlefshëm. Janë shtyr nga përtatësia, nga dyshimi, nga frika. Por ata vendosën të veprojnë. Pavarësisht gjithçkaje, nëse ndihesh i vetëm, di këtë, nuk je. Por asnjë nuk do vi të shpëtoj. Sepse vetëm ti ke fuqinë ta shpëtosh veten. Vetëm ti ke çelësin për të hapur derën e jetës tënde të re. Zgjohu para se të jetë vonë, nuk ke më kohë për të shtyrë. Mos kërko motivim nga jashtë. Zgjohu, vepro, merr kontrollin. Jetën nuk ta jep askush në dorë. O e ndërtove vetë, o do të ndërtosh ëndrat e dikujt tjetër. Çdo mëngjes është një mundësi e re për të ndryshuar gjithçka. Mos lejo që përtatësia të bëhet e ardhmja jote, nis sot. Jo nesër, sepse herët avon. Do jesh i detyruar të përballesh me dhimbjen. O dhimbjen e disiplinës. O dhimbjen e pendesës, zgjedhja është e jotja. Nëse je përtac, kjo video është për ty. Jo për të turpëruar, por për të zgjuar, sepse ti mundesh. Por duhet të veprosh. Tani.